Zbardhet identiteti i autorit të dyshuar të një serie grabitjesh që tronditën aksin Tiranë-Fushkruj Milot. Bëhet fjalë për Emiliano Nikolin, i njohur edhe me emrin Emiliano Leshi, banues në Mamurras, tashmë shpallur në kërkim aktiv. Sipas burimeve zyrtare, ai është i njëjti person që ka përdorur një skem të përsëritur mashtrimi, duke porositur taksi, e më pas duke grabitur drejtuesit në kërcënimin e armës. Sipas hetimeve, Nikoli mori një taksi në zonën e Tajvanit në Tiranë me destinacion të supozuar Fushkrujën, teksa u afrua në zonën e Tapizës. Ai nxori një armë zjarri, kërcënoi taksistin dhe mori kontrollin e automjetit. Pasi e largoi fizikisht drejtuesin në një zonë të thellë, i mori telefonin dhe parat, duke vijuar rrugën me makinën e rrëmbyer. Krimi nuk ndaloi këtu. Autori shkoi më pas në një pikë karburanti në afërsi të Milotit, ku me të njëjtën armë kërcënoi punonjësin dhe i mori xhiron ditore. Të njëjtën taktik ishte përdorur edhe në fund të muajit dhjetor në një tjetër grabitje ndaj një taksisti nga Tirana. Pas grabitjeve, mjeti i përdorur u gjeti braktisur pranë një xhamie në Fushkruj, ndërsa autori është ende në arrati dhe konsiderohet i armatosur dhe i rrezikshëm. Policia ka shpërndar identitetin dhe foton e tij për të ndihmuar në lokalizim.